Në një takim me përfaqësues të shoqatave të turizmit, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se formalizimi i industrisë turistike është thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit. Ai theksoi se Shqipëria ka potencial të jashtëzakonshëm turistik, por ky potencial po dëmtohet rënd nga niveli i lartë i informalitetit dhe mungesa e standardeve të barabarta për operatorët. Shqipëria kudo përfaqëson një potencial real turistik. Ky fakt është i njohur më mirë nga banorët, nga qytetarët shqiptarë, kudo që ti shkon, në skajet më të largëta. Formalizimi i turizmit është nofta një nga kushtet më themelore. Janë 3 fishi, 4 fishi i shtretërve, janë apartamente krahasuar me hotelet, krahasuar me industrinë hoteliere, çka në shumë aspekte e vën në pozita shumë të vështira industrinë hoteliere, e vën në pozita konkurrence pa barabartë, e vën në pozita të pamundësisë parashikimit dhe një seri problemesh. Ne nuk do të përdorim dhe nuk kemi ndërmend të ndalojmë Airbnb-n, por formalizimi është i kusht i domosdoshëm nëse ne duam ta shfrytëzojmë si duhet. Berisha akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Rama për prishjen e konkurrencës së ndershme në treg përmes favorizimeve, grabitjes së pronave publike dhe fshirjes në mënyrë të drejtpërdrejtë në projekte turistike. Ai përmendi raste konkrete ku sipas tij tokat janë marrë në mënyrë të palishme nga zyrtarë të lartë për qëllime personale dhe abuzive. Industria turistike përballet me shumë vështirësi. Nuk ka një mbështetje. Mbështetje kanë disa plumgjoka, si plumgjoka që apo ndonjë tjetër se ka plot nga ata, s'është vetëm plumi, që marrin leje për hotel, i kanë motele, ja u shpallin me 5 yje hotelin, u japin dhe licenca kazinosh, ati të Sinaloas me luftim hysit, i cili natyrisht me të ardhët e Sinaloas, ai e dëmton thellë industrinë turistike. Nuk i ka të ardhura nga puna e tij. Pra, narko-euro është një monedhë toksike e vërtet për industrinë turistike, për eksportet, për ekonominë shqiptare. Mirë po, në një narkoshtet, nuk ka narkoshtet pa monedhën e vet. Dhe narkodiktatori Edi Rama, i cili i ka shtruar këto titujt strategjik në bixhozin më të madh të investitorëve strategjik, në bixhozin më të madh, jo në Shqipëri, por në Europë. Në planin e Partisë Demokratike për turizmin, Berisha premtoi mbështetje për punonjësit jashtë sezonit, përmes subvencionimit të pjesës së të pagave nga shteti, si dhe zgjatjet e sezonit turistik nëpërmjet zhvillimit të infrastrukturës.